studimit të arteve, duke falenderuar zotin kryetar për praninë. Mbas leksionit që kemi pas me koreografin Gjergj Prevazi, pastaj me piktorin dhe artistin multidisciplinor Lektasi, me maestro Eno Koçun, vjen ralla prap një muzikanti. Kësaj rralle kemi të ftuar profesor Thomas Simakun, i cili vjen nga bota universitare britanike. Dhe në panel me të është profesor doktor Edi Buaraja, i cili do moderoj takimin. Ju falenderoj gjithëve dhe ju uroj një ta shijoj. Po më falni. Kalojmë direkt në prezantimin e ngjarjes së sotme. Pra, Thomas Simaku, klasa 1958, profesor i kompozicionit pranë Universitetit të Yorkut, flasim për Old Yorkun, jo New Yorkun, kështu që i ka përfunduar studimet për kompozicion në Institutin Lart të Arteve, sot Universiteti i Arteve, në vitin 1982 në klasën e profesor Tonin Arapit. I lindur në Kavaj, i shkolluar në Tiranë, menjëherë i punësuar në Përmet për pak vite, pastaj në Tiranë. Në 85 doktoruar në kompozicion në gjithë në New York në 1986, ku dhe vijon të punoj akoma. Bën të shtohet pyetja, ndjesh më shumë Kavajot, Përmetar, Tiranës, Yorkes apo gjitha nga pak? Unë ndjem ai që jam, po para se të them se ti përgjigjem pyetjes tuaj më në detaje. Në fillim duhet të falenderoj Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, edhe të gjithë ju që keni ardhur sot në këtë bisedë më shumë se çdo gjë tjetër, edhe është kënaqësi që unë do të doja të vija më shpesh, po këtë radhë u zgjat gati 5 vjet. Unë isha këtu në vitin 2019, pastaj një fatkeqësi erdhi nga Perëndia, tjetra erdhi nga pandemia, edhe po ja ku jemi. Edhe njëherë dua t'ju falenderoj për këtë organizimin e këtij forumi, kësaj bisede. Kjo është një ato pyetjet që amerikanët do të përgjigjeshin $1 milion nga je, si ndjesh, ku ndjesh, edhe mbaj mend që një pyetje të tillë ma ka bërë dhe një gazetar tjetër këtu në Shqipëri, si ka hyrë muzika shqiptare në muzikën tuaj? Edhe unë thash, muzika shqiptare as ka hyrë, as ka dalë, sepse ajo gjithmonë ka qenë aty brenda meje. Edhe unë nuk bëj sforcime, domethënë që filloni java ditën e hënë këtë 2 ditë do kompozoj muzikë me motive nga jugu, pastaj pjesën tjetër të javës me nga veriu. Ajo që është brenda meje, me atë muzikë që unë jam rritur, ajo del natyrshëm. Se po nuk doli natyrshëm, atëherë është një çik si me zor. Nuk dia përmbledh. Kjo është një pyetje shumë e gjatë, ti mund të bësh edhe më tepër se. Duke shpjetuar CV-n e Thomas Simakut, vërejmë se veprat e tij janë përzgjedhur nga juri të ndryshme, në të paktën nga 10 edicionet ISCM-s, për shembull, që përmendim këtu, unë në Tanglewood, në Miami, në Bienale Zagrepit, Weimar, Munich, Rom, etj. Gjithashtu, Thomas Simaku është nderuar dhe me disa çmime ndërkombëtare, siç mund të përmendim këtu Lion Robbins, çmimin e parë në të konkursin, çka kemi tjetër, kemi Dora Maar rezidencën, British Composer Award etj. Një vend posaçëm mban në vendi i parë në konkursin ndërkombëtar për 100 vjetorin e lidhjes së Lutoslavskit. Simaku mori pjesë këtu me koncertin për orkestër të kompozuar në 2013, duke fituar një çmim e parë midis 160 veprave të zgjedhura në animat që vinin nga 37 vende të botës, pra një arritje e rëndësishme, mjaft e rëndësishme.
Me shumë gjasa, koncertin e parë për orkestra ka shkruar Hintemit, me shumë gjasa në 25-ën. Edhe do të thënë, por nga koncertet për orkestrë ne njohim, do të thënë ato që ngelen si thotë maj ngjelet koncerti për orkestrë i Bartokut edhe koncerti për orkestrë dhe i Lutoslavskit. Po. Kanë ndikuar këto në do të thënë në këto dhe orientimi? Pyetje shumë e vënd, edhe është vështirë që të mos kenë ndikuar. Unë mbaj mend kur isha në student në Institutin e Atëhershëm të Arteve, të lartë të arteve, edhe për fatin tonë të mirë, kjo ishte një nga veprat e Bartokut bashkë me Divertimento për harqe që ishte në listën e aprovuar. Edhe është një nga veprat ikon, si thua, të shekullit 20, edhe mbaj mend që kompozitori dhe dirigenti i famshëm francez Boulez e ka luajtur me shumë dëshirë, edhe për nëse jeni të interesuar të dini më tepër për këtë vepër, është një program me Boulezin që duke bërë prova me një nga orkestrat me emër të Gjermanisë, edhe aty mund të është një thesar i vërtet si në pikpamje të interpretimit, ashtu edhe në pikpamje të kompozimit. Edhe Bartoku mbetet një shtyll, një kolon, si të thuash, në atë në ndërtesën tingëllore të shekullit 20, edhe në një mënyrë apo në një tjetër shumë kompozitor. Në fakt, se mund të thuhet që janë të pakta ata kompozitorë të shekullit 20 që nuk janë influencuar nga Bartoku dhe edhe Stravinsky. Kështu që nuk ka ndonjë, domethënë, ndikim direkt për këtë vepër, edhe koncerti për orkestrë i Lutoslavskit u bë një nga veprat më popullore, që i dha një emër të ndërkombëtar, që ai e shkruajti në vitin 1954. Edhe këtu, nëse jeni të interesuar, është një dokumentar që u bë me rastin e 100 vjetorit të Lutoslavskit, edhe është bërë nga dirigenti i famshëm anglez Simon Rattle, A Journey to Freedom, një udhëtim në liri quhet, edhe është në 2 pjesë, edhe ja vlen ta shikosh atë, sepse është një përmbledhje, si thua, e disa veprave kryesore të Lutoslavskit. Që të përgjigjem pyetjes tuaj më direkte, këtë vepër unë e kam shkruar ashtu siç e shkruaj të gjitha veprat, domethënë për mua është e rëndësishme që të gjej idenë e duhur edhe në kohën e duhur për atë formacionin e duhur, por duke qenë se ky ishte një konkurs specifik, unë e shkruajta të vepër me idenë që do ta paraqisja në këtë konkurs. Se thash me vete, në qoftë gjëja më e sigurt për ta mos fituar këtë konkurs është të mos e dërgosh vepër. Kështu që në këtë vepër, në një moment aty, është një akord nga një pjesë e rëndësishme e Lutoslavskit që quhet Jeux Vénitiens, lojrat veneciane, në vitin 1961, edhe aty unë kam marrë një akord që në veprën e Lutoslavskit ai zgjat vetëm 3 sekonda. Mi po tingëllonte shumë bukur, edhe thash gjynaf që vetëm 3 sekonda. Kështu që unë i dash një hapësirë më të madhe, ndryshova atë instrumentacionin, aty e kishte për Lutoslavski e ka për harqe, unë e vura në vibrafon që ka një rezonancë më të plot, edhe e vura në një moment strategjik të veprës, do të thënë përpara se të fillonte koda i quajmë pjesa seksioni i fundit, aty e lash si një akord kadences të thuash, edhe sigurisht aty poshtë e vura një notë, një shënim që ky akord është cituar not për not, edhe të njëjtat nota
pas një ndryshim nga Lutoslavski. Po pjesë tjetër e muzikës nuk ka asnjë gjë të përbashkët me Lutoslavski. Edhe Bartoku dhe Lutoslavski kanë tema popullore, janë ndërtuar në mënyrë të themi kanë përdorur dhe tema të folklorit. Po, kanë përbuar këtu tek unë është më tepër fryma popullore se sa domethënë citimi. Unë nuk dallohem për citime, si thua, direkte o bile se edhe indirekte. Unë edhe Rapsodit që i shkrova atëherë kur citimi ishte, domethënë, ngjarje e ditës dhe mund të merresh edhe dekorata për atë punë, po unë citime nuk bëja, por bëja, si thua, rikompozime me frymën e muzikës nga e cila mendoja se vinte. Edhe ky qëndrim në një farë mënyre nuk është i kundërt me atë që ka bërë dhe vetë Bartoku, sepse Bartoku sigurisht ka citime, po ato meloditë e Bartokut kanë tepër frymën popullore se sa citimin direkt të motiveve. Një gjë e shokun që e ke marrë përsëmën, se bëre përsëmën që me përjashtim të Arkon Celt që për orkestrë 2 fish, të gjitha veprat e tjera orkestrale këtë 3 fish sa orkestër formacionin. Po përputhet edhe me Lutoslavskin dhe me Bartokun, domethënë kjo ka ndihmuar apo ka thjesht rasti? Shiko, për mua kur bëhet fjalë për orkestër, sa më shumë aq më mirë. Sa më shumë instrumenta aq më mirë, në kuptimin që sa më shumë ngjyra ke të gjitha ato ngjyrat orkestrale në tavolinë dhe mund t'i zgjedhësh, e mund t'i kombinosh, e mund të krijosh grupe të vogla e të tjera. Domethënë, kjo është e para. E dyta është që kur përdoret fjala orkestrë simfonike, kjo është ajo që, domethënë, ky është formacioni që kuptohet me orkestrë simfonike, sepse nëse është me 2 instrumenta, atëherë është chamber, domethënë orkestrë simfonike e zonës. Po një arsye tjetër sigurisht është i fakti që në ato kërkesat e këtij konkursi ku shpall, aty thuheshe që formacioni orkestral është i tillë nga 3 instrumente për familje. Vëre një diçka në veprat e tua, sidomos veprat e mëdha me fjalë. Janë vepra me program apo jo? Kemi këtë shqiponin në kryq, hijet nga një linjë brasi, nga Tunxhi, kemi urë me treharqe. Programi, duke patur parasysh që shekulli 20 ka qenë çik themi dinamik, ose themi më mëson përdor term tjetër në kundrejt programit. Tu mund të bëjmë një korrigjim të vogël, që të gjitha këto nuk janë muzikë me program. Edhe sa herë që unë bëj atë programin me fjalë të veprës, e them qartësisht që kjo nuk është muzikë programatike. Do me thënë, unë nuk mundohem që të përkthej atë që është shkruar në fjalë, do me thënë subjektin e një vepre letrare, apo më the thash, t'i bëj përkthim në muzikë. Unë marr vetëm, si thua, piknisje nga titulli, nga një vepër letrare, nga një poezi apo nga një pikturë. Do me thënë, nuk ka program si që kuptojmë ne në kuptimin e muzikës programatike. Këtu nuk bëhet fjalë për muzikë programatike. Kjo është vetëm një lidhje, si të thuash, një piknisje më tepër se çdo gjë tjetër. Do me thënë, në momentin që kompozitori paraqet atë idenë muzikore, atëherë gjithë logjika e veprës shkron në kuptimin që të ndjekësh dhe të ndjesh se ku do të shkojë muzika, jo që të ndjekësh një linjë të subjektit letrar apo të pikturës. Një kompozitor i famshëm hungarez që akoma është me ne fatmirësisht, Kurtag, ai thotë që në momentin që unë kam një ide muzikore, unë e lë atë të hapet në një farë mënyrë dhe nuk e di se ku do shkoj. Në momentin që unë them se duhet të shkoj këtu apo duhet, atëherë interesi im bie që ta mbaroj këtë vepër. Me fjalë të tjera është momenti që
kompozitori duhet të ndjek atë logjik, atë ide, atë rrugë, atë, do të thënë, shteg, si thua që ta lërë idenë muzikore të hapet lirshëm edhe të gjejë rrugën e vet, sesa një rrugë të detyruar që ti e ke për me plan. Unë nuk jam nga ata kompozitorët të cilët thonë që e kam bërë planin të gjithë ashtu me zi pres që të zbres nga treni edhe t'i vetë gjithë ato notat që mungojnë. Jo, unë e zbuloj, si thua, muzikën duke ndjekur logjikën e ides muzikore e cila është bazë për secilën vepër në qoftë se. Vetëm marrë nga drejtori tani në ato që quhet procesi krijues, me fjalë, një muzikolog i nivelit të Leonard Meyer, psikolog i muzikës, po ai që na intereson më tepër është muzikolog i gestalt psikologjisë, me fjalë, bëri atë ndarjen që mjaft të njohur tani në fushën muzikore, pra ndau, si thosh, muzika e shekut në dy drejtime. Pra nga një janë formalistët, kemi formalizmin edhe Mete Stravinsky si përfaqësuesi ideal i këtij drejtimi, te ana tjetër kishim ekspresionistët, domethënë ku hynte shkolla vieneze. Bartoku u gjet në këtë themi ndarje bipolare të universit muzikor. Edhe siç ka pasur raste ta thënë në vende të tjera, u gjet ku dëgjoi për herë të parë praverën e shenjtë ndërprer krimtarin 6 muaj. Pastaj me zieri mori veten. Kur ndigjoi pastaj doli serializmi Shembekut 23-shin, madje ndërpreu 2 vjet, do filloi të firmoste edhe ish kompozitori Bartok thonte, quajti veten ish kompozitor. Pastaj u përgjigj sonatën për piano, me cilën fillon ai që unë them kam botuar dhe jashtë që ideja e rrugës së tretë të modernizmit. Pra ka një rrugë të tretë modernizmit që Bartoku u përpoq të tregonte që ka një serializëm ose një kromatizëm që nuk ndërtohet brenda oktavës, por ndërtohet në 2 oktava. Pra është një lloj gëshetimi i modalitetit edhe me serializmin. E them këtë gjë sepse një nga kritikët ose themi një nga revizorët e veprave tua, Frank Kampfer, ka shkruar në 2008 që thotë idioma si Simakut gësheton avangardizmin me modalitetin në një mënyrë kryesisht të tillë. Citova këtu. Çfarë më duket se është mjaft pranë me principin e Bartokut që e përmendëm pak më parë. Nëse është vërtet kështu, ti do ishte pjesë e kësaj të rrugës tretë modernizmit? Shiko, mua, të them të drejtën, nuk më pëlqejnë këto, si të thuash, si quhen katalogime. Domethënë, si parantezë të vogël, do të them këtu një episod që më ka ndodhur kur po mbroja diplomën për doktorat, edhe ai profesori i kompozicionit të Oxfordit ishte kryesori bashkë me një profesor tjetër, edhe kishte Robert Saxton. Edhe kishte ardhur me një çarçaf, do ta quaja me pyetje, edhe më tha, të pëlqen muzika e Webernit, tha? Po, i thash, më pëlqen, edhe ka disa aspekte, sidomos të harmonisë të tij në këto ndërtimet simetrike që mua më tërhiqnin. Po tha, po nuk shikoj ndonjë heshtje, silence. Nuk ka silence në muzikën tuaj. Edhe unë thash, profesor, më duket se unë kam qenë silent long enough. Unë kam qenë në heshtje për një kohë të gjatë. Edhe aty pastaj kaloj në pyetjen tjetër. Praktikisht Elis duket sepse në filozofinë e muzikës moderne, një tjetër autor më të rëndësishëm, sociolog, filozof, por na intereson nga ana muzikologjike, që është Theodor Wisengrund Adorno, pikërisht ai ndërtoi veprën e tij Filozofia e muzikës moderne që u botuar në 49-ën, të ndarë edhe ai këtë Schönbergu dhe progresi, dhe Stravinsky dhe regresi, ose më saktë restaurimi. Këto materiale ja kaloi dhe pastaj edhe Thomas Mann, i cili botoi pastaj Doktor Faustus, romanin e tij Doktor Faustus, që ndërtohet i tërë mbi shpjegimin e muzikës përmes një personazhi, Adrian Leverkuhn, që shpjegon tërë këtë. Po, që ti përgjigje pyetjes tuaj më në tërësi, unë do të thoya që elementet modal edhe është e pashmangshme të thuash që këto elemente të mos lidhen dhe me muzikën popullore të Shqipërisë, të veriut apo të jugut, sepse modet janë ato esenca e muzikës sonë, por këto unë i kam përdorur o i kam integruar, si të thuash,
në atë që quhet kromatizëm total, do më thënë që përfshin të gjitha notat e shkallës kromatike, edhe aty mund të dallosh elemente të cilët identifikojnë qartë me modet të muzikës shqiptare, balkanike, apo me modet antike, ato Doriani, Mixolydiani e të tjera. Do më thënë, këto janë, por kromatizmi edhe modaliteti janë të ndërthur por shpesh është një pyetje interesante, shpesh në muzikën time, edhe këtu mund të përmend një vepër për saksofon që sapo ka dalë në CD, që u interpretua nga një instrumentist me emër ndërkombëtar suedez, edhe është nxjerrë në treg nga shtëpia suedeze BIS, një nga më prestigjioset në botë për muzikën bashkëkohore dhe për muzikën si shtëpi diskografike. Aty unë i përdor të gjitha këto që thash më parë, por në një farë mënyre, si duket vetë aty është një tingull i cili, si të thuash, ka një fuqi magnetike që i mban të gjithë notat e tjera, edhe të gjithë notat e tjera janë në orbit të lirshëm, ata shkojnë, nuk ka, domethënë, rregull që kjo është nota e parë, sepse nuk ka seri, por të gjitha notat që kemi ne, që janë në tastier, janë aty. Por siç duket, një notë vetme është aty me këtë fuqinë magnetike, edhe kur nuk është, ajo si duket shpreh atë rëndësinë e saj me mungesën e saj. Pra që thot Stravinsky, polariteti i muzikës, muzika polare, domethënë e zhvilluar gjithsesi me pole të rikse. Okej. Sikur të vëm jo këtë, jo, të vëm atë për klarineta. Një qka të tonë, kjo është pjesë që unë e kam kompozuar, ishë në famë të sajnë e këtëre për në tjetën dhe Dora Maar Naus, në Provence. Dora Maar ishte kroate me origjinë, por ishte një nga mikeshat e Picassos, edhe ishte pikërisht Picasso ai që i deu të shtëpi, dhe ajo shtëpi të shkruar në një rezidencë për artistët. Mbaj mend aty që duke shikuar në atë bibliotekën e kësaj rezidence, gjeta edhe një libër për mbretin Zoo në anglisht. Nëse dua të them që kjo pjesë u kompozuat edhe është shkruar për instrumentistin francez Jérôme Pont.
Për ata që janë të interesuar, në qoftë se dëshironi ta dëgjoni veprën të plotë, është edhe me partitur në YouTube. Soliloquy 7 edhe aty e keni. Ja vlen të ndalem pak te kjo vepër, sepse kjo vepër u bë promotori, si thua, i kësaj CD-je. Solo. Kjo CD solo është me solistët e ansamblit Antikultur. Ky është ansambli më i famshëm në botë, i cili u themelua nga Pierre Boulez me iniciativën e edhe është ndoshta ansambli i parë në muzikë i cili i kushtohet me pasion, po thoja, muzikës së shekullit 20 dhe muzikës së shekullit 21, edhe që të gjithë paguhen me rrogë të plotë. Edhe është një nder i jashtëzakonshëm për mua që të kisha rastin të punoja me këtë solist, edhe unë nuk e njihja fare. Ne u lidhëm thjesht duke dëgjuar në YouTube një performance të tij të një pjese të Stravinskit, unë anglezët thonë kjo më ra poshtë, ngela me gojë hapur. Edhe i shkrojta, i thash që kështu dua të dërgoj një pjesë time, pastaj bashkëpunojmë edhe një kompozoj një pjesë. Ti bie shkurt, ai mu përgjigj, edhe tha mua më pëlqen kjo pjesë që më keni dëgjuar, edhe do kisha dëshirë të bashkëpunojmë. Edhe kështu lindi kjo vepër. Në fakt, siç e pat aty ju, kishte dy partitura. Njëra ishte afër pianos. Edhe kjo ide për të shfrytëzuar rezonancë janë atë ajo të jashtëzakonshme. Edhe kështu lindi dhe ideja pastaj që veprën ta quajmë Soliloquy 7. Me që pam dhe titullin këtu, titujt për mua janë me të vërtet të rëndësishme, sepse ai është një kontakti i parë që bën kompozitori me dëgjues. Edhe është thua një reklam në atë xhamin e Çanit. Gjë e parë që shikon spektatori apo ai që është interesuar të dëgjojë këtë muzikë, edhe më kujtohet që artisti i famshëm francez Rodin ishte mik i ngushtë me Debussy, dhe ato shkonin për çuditje dhe shetonin me njëri tjetër, edhe një ditë Rodin i thotë Debussy se po flisnin për titull. Një titull i mirë është ai që ka të paktën. Edhe kjo më ngeli në mendje dhe mundohem që të krijoj titull që kanë një lloj janë pak intrigë. Nëse mund të shkojmë tek titulli i kësaj, unë e kam vënë titullin e këtij takimi, po është edhe titulli i një CD tjetër, Con Risonanza. Është këtu ka jo dy, po tre.
E para është risonanca, e dyta është konsonanca, edhe e treta është risonanca. Do me thënë, një vepër që është në këtë CD ka dhe disa momente të konsonante që vjedhin nga seria kanun. Edhe këtë koncept e kam përdorur në disa vepra të tjera që kam kompozuar. Edhe kjo idea e kësaj CD-je, do me thënë, është që ta shikosh idenë muzikore si një protagonist që flet në disa gjuhë, edhe brenda këtij protagonistin e kemi disa karakterë, cilët flasin me dialektin e tij. Do me thënë, e shpjeguar teknikën e instrumentit që kemi klasë, se këtu kemi vepra për klarinet, kemi vepra për trompë e të tjerë. Edhe kjo ide, do me thënë, është hapur që unë deri tani kam kompozuar 10 pjesë brenda këtij cikli, edhe me këto instrumenta tu kemi përfaqësuar çdo grupi orkestral që kemi në orkestrën të harqeve, frymës, të tungjit edhe të perkusionit. Tashti sa do shkoj ky cikli, të nuk e di, never say never, dhe i thot. Por deri unë në fakt kur e kompozova për herë të parë një pjesë që quajtur shquajtur Soliloquy i parë, njëshi për violinë, nuk kisha ndërmend që të bëja këtë ciklin. Unë thjesht doja të kompozoja një vepër për violinë, edhe mirë po violinës unë nuk i kam rënë kurrë, edhe nga këto instrumente që kam thua unë nuk i luaj dot. Jeta është e shkurtër edhe kompozitori nuk mund t'i luaj dot të gjitha instrumentet. Por kjo nuk do të thotë që kompozitori nuk mund të kuptojë se si funksionojnë apo nuk funksionojnë këta instrumenta. Kjo nuk do të thotë që ne nuk mund të japim idenë tonë të përkthehet në atë dialektin që ka ky dialektin e veçantë të këtij instrumenti. Edhe është me vënd që të përmend edhe këtë episod që kur e shkruajta unë këtë vepër, zgjat një 2 muaj, edhe ja dhash një studente që bënte masterin në New York, i thash, dëgjoj, thash, unë do shkoj se në atë kohë isha marrë një vend në një shkollë verore me një nga emrat më të mëdhenj të muzikës bashkëkohore, është një kompozitor anglez, Brian Ferneyhough, edhe ai po bënte një kurs kompozicioni në California State University, edhe unë kisha marrë një vend atje, edhe doja që ti tregoja se gjithë kompozitorët do të kishin takime për një individuale me këtë kompozitor, po gjithashtu do të praktikishin aty. Ti bie shkurt, kjo studente kur e hapi jo, tha, po, unë nuk e bëj dot këtë. Ups. Po, derisa shkoj deri ke fundi, a i tha, po ti tha mos ndrysho asnjë notë, se ka instrumentist që e bëjnë mirë. Ajo më dha. Se kjo vepra është virtuoze, edhe ajo vepër që dëgjohet, kur e dëgjon atë Jerome Kont aty ti luaj klarinetek duket me të thjeshtë. Po nuk do të thjeshtë. Ka notë, edhe me forta është që ai luajti të gjitha. Edhe kjo ide, do me thënë, të eksplorosh një individualitet tingullor, një instrument, edhe të
të shkosh deri aty sa mund të shkojnë instrumenti. Kjo është ideja kryesore e kësaj vepre dhe është ideja e të gjithë ciklit. Të vepër për violin, pastaj unë e paraqita në festivalin më të njohur ndërkombëtar që është ISCM, International Society for Contemporary Music, domethënë shoqata ndërkombëtare për muzikën bashkëkohore, është forumi më i vjetër për muzikën e re. Është festivali që u themelua në vitin 1923 dhe vazhdon. Edhe siç e tha dhe Edi, unë kam paraqitur 10 vepra, i kanë dërguar 10 vepra kësaj jurie ndërkombëtare dhe për herë të parë ishta në vitin 1995 kur vazhdoja studimet edhe kjo një vepër për orkestër Hanqesh u zgjodh nga juria ndërkombëtare dhe kjo shënoi vepra e parë shqiptare që është zgjedhur në këtë festival ndërkombëtar. Edhe Oreksi pastaj u shtua, unë dërgova prapë edhe jo të gjitha u pranuan, po 10 prej tyre u pranuan. Kështu që soliloquy është diçka që domethënë ne nuk kemi fjalë tamam që ta përkthejmë, mund të quhet monolog, mund të quhet bashkëbisedim, unë mbaj mend para se të vendosja titullin e kësaj vepre, pas tek fjalori i Oxfordit, thoshte që është një fjalim muzikor që protagonisti e bën me zë të lartë dhe nuk i drejtohet askujt. Domethënë kjo është një ide shumë e bukur që ja ku është vepra, kush është interesuar ta dëgjojë. Është interesante që domethënë paktën antropologët kanë arritur në këtë konkluzion që në këtë universi nuk prodhon tinguj. Jep mundësinë e vibrimeve, por nuk prodhon tinguj. Pra universi prodhon vetëm zhurma. Kështu që tingulli është fenomen tërësisht kulturor. Dhe prandaj prania e njeriu e ka bërë këtë univers të dëgjojë tinguj për herë të parë. Domethënë edhe soliloquy është pikërisht një gjë, ti lëson disa vibrime, të cilat janë vibrime të rregullta që përkundër atyre vibrimeve jo të rregullta që prodhon vetë universi. Edhe fakti për ata që mund mos e dinë, për shembull, kjo në akustik lidhet për ato që quhen valet simpatike. Do të thënë shumëfishët apo nënfishët e një frekuencë caktuar prodhojnë, do të thënë vijnë ato mjetet të cilët kanë në trupin e tyre kanë mundësinë të prodhojnë tinguj që janë shumëfish apo dridhje që janë shumëfish apo nënfish të tingullit, fillojnë dridhen në mënyrë automatike dhe prandaj është ajo ide e Simakut që duke lënë pianofortën e hapur edhe pedalin e ngritur, domethënë filloni vibronin dhe tingujt e pianofortës që praktikisht nuk ishte duke ekzekutuar. Më faqe po depres, po një shembull tjetër muzikor që të doja këtë marrim soliloquy në vërtet. Në vërtet, atë nuk e kam këtu unë, po kemi këtë tjetër për saksofon. Bravo. Sepse në këtë vepër po të dëgjosh me interes, fillon dhe mbaron me një notë, dhe ajo që po thoja më parë, ku një notë vetme me cilësi magnetike është aty, dhe të tjerat lëvizin lirshëm, mund të japi një ide se si funksionon kjo, dhe ky është ai instrumentisti. Ja. Kjo është e nota që mund të...
Dike edhe ka dhe një interlude aty ka një, domethënë përqendrimi këtu është ajo të eksplorosh cilësinë vokale të këtij karakteri, domethënë një saksofon që di të këndoj dhe këndon bukur, por është gjithashtu në gjendje që ta shoqëroj veten e tij dhe ka një episod aty që është përqendrohet në karakterin instrumental të veprës, edhe pastaj do të jetë po ajo notë me të cilën vepra filloi që do të ka autoritetin si thua që ta mbledh këtë dhe të vej ato dy vizhat e fundit që i vjen në kompozitorët në fund të veprës. Domethënë kjo për mua është një lloj isoj. Edhe kjo salla e kësaj, domethënë me rezonancën e saj, ishte me të vërtetë ambienti. Kjo është bërë në qytetin e dytë të Suedisë, Uppsala, që është afër Stockholmit. Premiera u dha në Stockholm në nëndor të 21-shit edhe CD-ja, kjo CD, I ke këtu, po? ja, kjo. I shkruan këta veprat gjatë pandemisë edhe janë shkruar për këtë instrumentistë Anders Poulsen. Shtrova më përpara atë kërkesën për sa i përket partiturës Solilokos numër 8 që ke. Pikërisht për faktin se në grafinë e saj shfaqen ato që përmende, domethënë disa tone të cilët mbajnë një peshë hierarkike më të rëndësishme në një strukturim themi edhe monodik. Pra, ka shumë ai që folën për muzikën polare. Edhe kjo e vura re që edhe në shkrimin tënd, domethënë edhe në pamje grafike pasqyrohet në partiturë. Ky koncepti i hierarkisë është i rëndësishëm për mua, sepse unë përdor të gjitha notat e kromatizmit total, domethënë të gjitha notat e shkallës kromatike, por nuk është se ata janë të shpërndarë kështu dhe nuk kanë ndonjë rregull, si thua, nuk kanë një strukturë. Për mua janë disa nota të cilat, si thash, kanë një përparësi, kanë ekziston një shkallë hierarkike që disa nota janë më të rëndësishme se të tjerat. Është njësoj sikur të imagjinosh një ndërtesë tingëllore e cila ka nevojë për këto shtyllat që ta mbajnë këtë ndërtesë. Edhe për mua këto qendra tingëllore, notat që janë qendrore, kanë një përparësi edhe ato e shfaqin përparësinë e tyre në momente strategjike të gjatë veprës, sepse nuk mund të bësh një vepër për 20 minuta, për shembull, të kesh vetëm një notë aty. Ka një kufi, ajo se sa mund të duroj një dëgjuesi. Por ama, nëse ti krijon një lloj strukture ku jepet një shkallë hierarkike, edhe kjo notë është më e rëndësishme për të gjithë veprën, kjo tjetra është si kapitujt e një libri, ka një lloj marrëdhënie, edhe shiko, është vështirë të flasësh me fjalë për muzikën. Unë të kam thënë edhe herë të tjera, por më kujtohet një shprehje e Goethes, i cili thoshte që arkitektura është muzikë e ngrirë.
që është shumë e bukur. Një kompozitore angleze që po të ishte gjallë tani, do të ishte mbi 100 vjeç, ajo tha, duke bërë një lloj variacioni, si thua, mbi këtë temë, tha, duke qenë se arkitektura është muzikë e ngrirë, të flasësh për muzikën është ndoshta njësoj si kur të hedhësh vallet duke parë arkitekturë. Në kritarin tënde vërejmë dhe një varg homazhes për autor të ndryshëm, siç ke për Dostojevskin, ke për Debussyn, apo jo, ke për Ligetin. Po. Ka shumë muzikë në shekullin 20 edhe ka shumë muzikë të bukur. Po jo të gjithë kompozitori krijon disa marrëdhënie, si thuaç, intime me disa vepra, me disa autorë, për të cilët nuk shkëputet dot. Edhe domethënë në kuptimin e parë të përgjithshëm, këta janë kompozitorët që jo vetëm që i pëlqej, edhe jo vetëm që muzika e tyre më tërheq, me një fjalë, më tërheq që të shkoj ta dëgjoj 1 herë, 2 herë, 10 herë. Mua më vjen turp të them sa herë kam dëgjuar një vepër të Ligetit, për shembull. Nuk po them. Domethënë këta janë kompozitorët të cilët unë flas lirshëm, edhe e ndjej që dua të paguaj taksën time, si thua, ti bëj një lloj homazhi. Për sa i përket Debussys, unë në fakt kam shkruar një vepër për Debussy, që është homazh për Debussyn ka shumë vite, edhe u kënaqem me të vërtetë, të them drejtën, kur kjo pianistja shqiptare Rejsi Prosi e kishte zgjedhur vetë, nuk e di se nga kishte parë partiturën, edhe kishte luajtur në provimin e saj këtu në lice, dhe pastaj e luajti edhe më vonë. Aty është një pjesë e famshme e Debussys, Des pas sur la neige, është hapat mbi borë. Unë aty vetëm mora atë 2 notat e para, po përndryshe vepra është komplet, por megjithatë e ndjeva që duhet ta shpreh këtë lloj, domethënë, relacionit midis kësaj vepre të re edhe Debussys, edhe ndonjë, si thua, aromë debussyane mund ta gjesh atje, po jo drejt për drejt. Kurse kjo vepra tjetër, kjo ishte një porosi, sepse bëheshe një festival atje në New York, edhe atë vit, në 2018, ishte 100 vjetori i Debussys, edhe ata na futën në një pozitë që unë se kisha ndjerë vetë, jo vetë mua, po ishin 10 kompozitorë që u porositën, edhe thanë, ju zgjidhni një pjesë që ju pëlqen ju nga Debussy, edhe citojeni për 1 minutë, pastaj, mbas 1 minuti, shkoni në stilin tuaj, o në rrugën tuaj. Edhe unë i thash, easier said than done. Dhe më të nështë, më kollaj të thuar se sa ta bësh. Megjithatë, thash, kjo është një challenge, është një sfidë që ja vlen të merresh. Ti bie shkurt, unë mora një pjesë nga Debussy që është e panjohur. Aq është e panjohur sa që gjatë jetës së Debussys, 3 images oubliées, 3 imazhe të harruara, ai ka titullin. Edhe atë gjeta pjesën e parë, ishte një melodi shumë e këndshme, etj. Edhe pastaj mbas 1 minuti gjeta një akord aty dhe ajo shkoi u bë diçka tjetër. Kështu që është e pashmangshme që të mos i njohësh këto momente, këto marrëdhënie të veprave me vepra të caktuara apo me kompozitor të caktuar, edhe përveç Debussys, Ligetit, Lutosławski, Kurtag,
të cilin e kam takuar personalisht 2 herë në Angli dhe në Gjermani. Më pëlqen muzika e tij, më bën që të shkoj edhe ta dëgjoj disa herë, edhe është kjo se unë ndjehem shumë mirë kur e shënoj aty që homazh. Edhe në fakt, Kurtagu vet është kompozitori më gjeneroz, thotuar që ka shkruar shumë vepra homazh miqve të tij, kompozitorëve që e kanë influencuar e të tjera. Domethënë, unë kam bërë vetëm disa vepra në këtë, po ke Kurtagu do të gjeni shumë tepër. Një pyetje të më qenë thimi në fund i minutazhit, kështu që të jemi korrekt për këtë. Një nga problemet të shekullit të 20, një nga problemet, mase problemi më i rënd ishte marrëdhënia me publikun. Po. Do të thënë qoftë modernizmi i parë, po qoftë ai i dyti që ne pastaj quajmë avangarda, krijoi një marrëdhënie gati përplasje me publikun. Dhe kjo bëri që një pjesë e madhe e avangardës jo vetëm që të tradhtonte idealet historie, por edhe të detyroheshin të merreshin punë tjera, ndërprerje këngëtarinë. Marrëdhënia jote me publikun si është? Shumë interesante. 5 minuta ose 5 orë janë pak për këtë pyetje. Po, unë të them të drejtën, intereson, dua që muzika ime t'i flasi kujdo që bën atë përpjekje më të vogël, që të shkoj në YouTube dhe ta dëgjoj. Edhe një kritik amerikan, James H. North, është emri i tij, bëri një recension të asaj si dietje. Edhe isha me të vërtetë i kënaqur që e kishte vënë re diçka që jo të tjerët nuk e kishin. Duke thënë ta parafrazoj që këtu ka profesionalizëm, por dëgjuesi i thjesht nuk ka pse të ketë frikë. Edhe unë dua që muzika të flasë me gjuhën e saj, të shpreh diçka, të komunikoj, sigurisht, domethënë një lloj përgatitje, domethënë nëse lexuesi nuk është interesuar, nëse dëgjuesi nuk është interesuar të dëgjoj Bartokun për shembull, do ta ketë edhe pak më të vështirë me veprat time. Por kjo ide që të krijosh një marrëdhënie të caktuar me çdo që është interesuar është diçka që mua më prekupon. Kjo është domethënë një përgjigje, si thua, më globale, por ka raste që kompozitori për shembull duhet që ta ketë parasysh se për kë po e shkruan. Edhe këtu do ishte me vend që neve të luanim këtë temën e muzikës, dua emrin thënë që unë e kompozova kur isha 23 vjeç, sapo kisha mbaruar studimet, edhe nuk isha bërë ndonjëherë muzikë filmi, edhe duke biseduar me Kristaq Mitron, më thoshte Kristaqi, po cili është mendimi yt për muzikën në film? Po e di unë i thashun, po më duket sikur muzika fillon aty ku teksti mbaron, i thash. Domethënë ajo ka fjalën e vet. Edhe ishte një moment, edhe kjo muzikë është mbështetur pikërisht në atë moment kur Raimonda Bulku mëson të vërtetën e kësaj marrëdhënie me Ndërqim Qepën, edhe është e shokuar, edhe më tha Kristaqi, dëgjoj tash, i tha, këtu nuk ka dialog fare. Sikur po më merrte hakun e asaj që po thoje, që i thash, këtu nuk ke dialog fare, këtu vetëm do shikosh Raimondën, edhe do ta përshkruash ç'a ndjen ti. Po e forta ishte që Raimonda do shkonte në ascensor, edhe thashun, që ndërmendje se çfarë instrumenti duhet të përdor unë,
kur njeriu shkon në ascensor. Edhe thash, po duke qenë se pianon e fusin në hotel, pse mos e fusin dhe në ascensor? Edhe ky është momenti që Monda shkon hyp, e spret. Kjo është një pjesë që unë e kam botuar si pjesë të veçantë edhe kam titulluar Love Your Name, duaja e emrin tënd. Edhe është botuar si pjesë për solo piano, edhe kur Marsita Koni po bënte këtë kompilimin me vepra shqiptare, më kërkoi të pjesën edhe ka dalë në CD dhe është përkyer edhe para disa muajsh u dha dhe nga Radio Franca bashkë me disa vepra të tjera. Por doja të thoja që kur kompozova këtë film, unë e dija se kisha përpara një publik shumë më të gjerë. Do me thënë, këto hierarkit dhe kromatizmi totale, më të thash, sikur nuk ishin vend. Do me thënë, muzika kishte një qëllim më të qartë, audienca ishte e përcaktuar mirë dhe sa më gjerë aq më mirë, edhe flitesh me melodi, por nga temat e kësaj muzike unë kam krijuar dhe pjesë të tjera, edhe një pjesë tjetër që është më e gjatë, është për flautë edhe piano, edhe kjo është një instrumentiste gjermane që unë nuk e njoh fare, edhe pianisti këtu është një pianist polak që si duket jeton në Gjermani, edhe më njoftuan një ditë që këtë vepër për flautë dhe piano që është mbështetur mbi motivet e muzikës së duaja e emrin tënd, e kanë incizuar dhe e kanë futur në këtë CD. Do me thënë, melodia për mua nuk është mollë ndaluar. Edhe këtë koncept unë e kam edhe në muzikën tjetër, do me thënë, jo për film. Mund të flitet me melodi, mund të flitet me tekst që i themi ne, do me thënë me tekst muzikore e të tjera. Ja, më dogje dhe një pyetje të fundit që kisha me fjalë, dhe pse duke parë katalogun e veprave tuaja mungonin këto veprat e para 90-s. Do të thënë tash mos kishte ndonjë lloj paragjykimi, po kjo na i hoqi këtë gjë. Tu ti ke parë vetëm një katalog, se është dhe një katalog tjetër në Emerson Edition, është që ka botuar të gjitha veprat e para, në fakt edhe disa vepra të para që kam kompozuar në Angli. Pastaj, kur fillova universitetin në New York, ata më thanë që dëgjoj tash këtu je i shtëpis edhe ne do botojmë të gjitha veprat e tua. Edhe kjo është një shtëpi më e madhe. Prandaj, të gjitha veprat që kam kompozuar unë janë në katalog edhe janë të botuara. Edhe me një klik mund t'i gjesh në çdo kohë. Tani unë këtu kisha përmbledhur një varg mendime që kanë dhënë revizorë të ndryshëm, të qoftë të veprave të regjistruara, qoftë të partiturave,
Gjithë do të japin shtypje dhe shtypja se i boton, kështu që mund të kemi mundësi për të lexuar deri për së drejti. Besoj se është ka momenti që të japim fjalën bësim pak humor me Vasës para si një shkrimtar I cili masi foli 1-2 orë për veprën e tij, mund të thajë të shokut ti, mjaft se e te prova, tani ta fol ti sa duhesh. Ç'mendim ke për veprën time të fundit të. Tani I ka rradha ju, ç'mendim keni për veprën e fundit Thomas Simakut. Ndonjë pyetje kështu. Thoma, faleminderit për prezencën, edhe nuk është e tepër që të them që kemi nevojë që të jesh më afër institucioneve, në mënyrë të veçantë shoqërisë sonë të kompozitorëve, publikut shqiptar. Kështu që faleminderit për bisedën. Unë që të kam ndjekur prej vitesh, edhe për shkak të miqësisë kemi, por edhe si kolegë, e ndjej që prej gati 20 vitesh pak një stabilizuar tek gjuha tënde, pra ke ndërtuar një gjuhë e cila komunikon me atë publik, do ta quaj të veçantë, po dhe me atë publikun tjetër I cili nuk ndihet I provokuar nga kjo vepër. Pyetja ime konsiston në këtë gjë që ju I respektoni ato parametrat tradicional të muzikës, pra melodin, harmoninë e përmendur disa herë, apo dhe elementet tjera teknike që muzika I ka sjellë. Po kur erdhi puna për programin, thatë që mban një lloj diference të caktuar sa I përket faktit që nuk e doni që muzika juaj të konsiderohet muzikë programatike. Megjithatë vim tek fakti të veprat që kanë titull. Se kanë disa vepra titull, si shpjegove rastin e kon resonancës, unë do të bëj pyetje konkrete për veprën Britma. Kemi titull, po aval kemi program në këtë vepër sepse I referuar një pikturë shumë të njohur. Domethënë sepse dua ta sqaroj edhe për veten time këtë çështje. Faleminderit. Edhe unë në fakt dua ta sqaroj për veten time, domethënë se si qëndron kjo marrëdhënie. Kur po bënim provat me orkestrën e BBC Concert Orchestra quhet ajo, ai drejtuesi I programit më tha, unë shikoj pikturën këtu, tha. Se kam këtu, se kisha citimin e kam këtu brenda. Po, e ke aty, shiko? Unë shikoj pikturën, tha. Ai ishte, domethënë, programi më I mirë dhe komentin më I mirë që mund të prisja unë, që justifikonte atë vendimin tim për ta quajtur veprën Britma, sepse unë nuk mund të them saktësisht se kur lindi kjo ide që veprën e Munchit me atë heshtjen shurdhuse ishte, domethënë që vendosa, por do ketë qenë një proces gradual që sa herë shikoja, domethënë krijonte një lloj ankthi artistik, si thua, edhe dashje pa dashje, si dukesh ndjeja që duhet të jepsha një përgjigje këtij kontakti me këtë vepër fantastike të Edvard Munchit. Por përsëri I qëndroj asaj që thash më përpara, nuk ka përkthim këtu. Aty për mua është e rëndësishme që piknisja të jetë e qartë, ndoshta nga vepra letrare apo piktura, edhe momenti që kjo ngjizje, si të thua, është krijuar, atëherë nuk duhet të harrojmë që ne po bëjmë një vepër muzikore, edhe nga ai moment e deri në fund duhet të ndjekim logjikën e tingullit, logjikën e idesë muzikore. Edhe në këtë kuptim për mua nuk ka program. Programi është vetëm ajo marrëdhënia, si të thuash, midis arteve që siç duket ndihmojnë njëri tjetrin në këtë moment. Ata, domethënë piktura jep shtys, jep nxitje që të krijohet një vepër e re që ka një lidhje direkte apo indirekte, por
nuk është e thënë që të jetë programatike. Qartë se muzika nuk është, domethënë, nuk është si gjuha e folur që kemi lidhje të një plani shprehjes me një plani përmbajtje. Po problemi ka qenë domethënë edhe thyrja edhe rënja dramatike e avangardave ishte pikërisht ajo tendenca ose ajo prirja, madje gati e them edhe me lloj krenarie që muzika është një lloj, thamë një arkitekturë tingush, e cila nuk thot asgjë përveç vetë saj. Dhe kjo shkaktoi pastaj edhe dramën e rënd të avangardës, sepse problemi është o muzika është gjuhë dhe si e tillë në kupton një plan shprehje dhe një plan përmbajtje, pavarësisht se këto nuk janë konvencionale. Po gjithsesi në kupton një plan përmbajtje edhe një plan shprehje, ose muzika atëherë është monoplanare dhe është diskutuar kjo në rrafshin semiotik, për shembull, diskutuar gjatë kjo punë, që muzika mund të jetë një lloj gjuhe me vetëm një formë nyjotimi, pra nuk ka nyjotim të dyfisht, dhe si e tillë do trajtohet si një gjuhë sui generis. Por fakti është që kjo shkaktoi edhe rënien e dramatike të avangardave, kështu që më pas u kuptua që muzika s'mund të ishte vetëm tinguj, domethënë pas atyre tingujve, me të drejtë Richard Middleton thotë që muzika shkon përtej tingujve, tingulli është elementi material i cili do nxisit te neve një lloj sjellshmërie, sepse në fundit edhe sjellshmëria e pavullnetshme jona ndaj tingujve është në fundit çfarë është një lloj forme interpretimi, një lloj forme interpretanti. Stefan, në i mendim nga fusha letërsisë? Në tim pra ka qenë një bisedë e mrekullueshme si në planin e hapjes së kontenutës, të përmbajtjes, ashtu edhe në pikpamjet të vertikalitetit të trajtimit disa argumenteve që besoj se për audiencën profane, siç jam unë edhe po disa tjerë, ishte një mësim shumë i mirë. Nuk kam pyetje, pra është një thjesht një konsiderat imja personale. Faleminderit. Faleminderit. Se edhe unë pëlqeva shumë bisedën, do të kaloj. Edhe na vjen një gjë. Edhe unë ndihem shumë mirë kur vi këtu. Është edhe një omaç për filmin. Po. Desha të fjalë. Pyetje shumë e rëndë. Më rasi bombë, unë kam punuar me Fejimin, që kur isha student, Fejimi më inkurajonte, po ishte muzika e Fejimit në radhë parë ajo që më inkurajonte. Edhe ishte edhe profesori im, Tonin Arapi, i cili, siç duket, e kuptoj më herët, ndoshta edhe se unë vetë, edhe mbaj mend që në vitin e parë, në mos gaboj o fillimi i vitit të dytë, më tha, dëgjoj, ti duhet të dëgjosh veprat e Fejimit. Edhe pastaj nga përmeti, unë erdha në lidhje në vitin 1985, edhe ika në vitin 1991, kontaktet me Fejimin, i kemi mbajtur, mbajmën shumë mirë ku bënte provat për baletin, dhe koncertin për robot, për shembull, e mbajmën shumë mirë, isha në sallat herë, edhe më bëri një përshtypje të jashtëzakonshme, domethënë si asnjë vepër tjetër shqiptare që besoj se është një vepër kryevepër. Edhe respekti për Fejimin ishte domethënë buroi nga muzika, se unë isha student, pastaj marrëdhëniet e punës, unë isha në sektorin e muzikës, edhe pothuajse çdo ditë bisedonim me Fejimin, kur dilse nga puna, unë e përcjellsha. Edhe kur mora vesh se
ishte ikur, unë e dije që vunte nga zemër, po nuk ma mërte më ndërkur, se do ikte kaq shpejt, edhe e mbaj mend si tani, edhe këtë kam shënuar dhe në fundin e partiturës, ka qenë 4 janar të 1998-ës, kur unë kam vënë 2 vizat e fundit në vepër. Edhe kjo ide, përsëri kthehemi tek ajo që po flisim më parë, është mbështetur, unë e kam quajtur ed è subito sera. Ognuno sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. Një koncentrim fantastik me një përmbajtje ekspresive, një koncentrim ekspresiv edhe me një ide aq globale që këtu jemi si një reze dielli dhe papritur vjen mbrëmja, edhe vendosa që këtë vepër t'ja kushtoj fejimit, por lidhja nga ana muzikore është edhe më tej. Ne po flisnim për këtë relacionin hierarkik të muzikës, brenda muzikës, edhe aty ka vetëm 5 nota që mbajnë të gjithë këtë ndërtesë tingëllore, edhe të gjitha këto notat janë marrë nga emri i Fejim Ibrahimit. Domethënë fa, la e të tjera. Domethënë këto 5 notat janë ato kryesoret, edhe secila nga këto 5 notat është një shtyllë për atë seksionin e vetë, për kapitullin e vetë, si thuash, edhe së bashku ata vijnë edhe tingëllojnë si një këmban në piano, vetëm këto 5 nota. Të tjerat kanë ikur, edhe këto vazhdojnë të tingëllojnë. Faleminderit. Kemi në ndërhyrje Faleminderit. nga kompozitorët të rinj, këtu kemi Kristin, Takanjorin. Që ta mbyllim, të ne unë duhet të marrë shtysh nga kjo, sepse ishte pikërisht këtu, në këtë sallë, që në vitin 2019, ne zhvilluam akademinë e parë të kompozicionit në Shqipëri, dhe patëm fatin që Jeroen Kont, që ju e dëgjuat, ishte këtu, edhe jo vetëm që punoi individualisht me të gjithë kompozitorët. Tashti fatkeqësisht ka dhe arsye, siç është thash Perëndia dhe me pandemia, por tashti shqyr nuk kemi më pandemi, edhe dëshira ime e madhe është që kjo nismë të mos mbetet me një edicion, sepse është nevojshme që kompozitorët e rinj të kenë, domethënë, kontakte me njëri tjetrin, po aq më tepër të kenë dhe kontakte me instrumentistë të kalibrit të solistëve të ensemble interkontemporan, edhe ideja ime është që çdo gjenerat ka nevojë për krijuesit e saj. Domethënë, ka nevojë për kompozitorët e rinj. Se përndryshe muzika, them unë, nuk mund të kuptohet pa muzikën e re. Se ajo që është e re sot bëhet e vjetër shumë shpejt. Edhe në qoftë se kjo nuk krijohet lidhja, atëherë do kemi ose shumë pak, ose s'do kemi kompozitor. Kështu që uroj shumë që në një mënyrë apo një tjetër të gjendet mundësia që kjo akademi e kompozicionit, Tirana Composition Academy, që si e quajmë ne, të vazhdoj në mos vit për vit, një herë në 2 vjet. Po duke falenderuar Thomas Jumakun, ja kalojm fjalën drejtorit të qendrës studimore. Për t'i dhënë fund bisedës shumë të këndshme, shumë të dobishme. Du t'ju them se kjo intervistë është regjistruar e gjitha, do bëhet pjesë e arkivës
qendrës së dokumentacionit artistik. Me këtë rast ju bëjmë thirrje që të mund të depozitoni pranë kësaj qendre çdo gjë që ka lidhje me krijimtarinë tuaj, me Unë do t'i le të gjitha këto CD që kam sjell, do më thënë këtu kemi 4 CD monografike, edhe të tjerat janë me vepra që janë pjesë e kompilimit të tjerë. Këtu kam sjell edhe disa intervista. Po, do jetë të gjitha dosja juaj, dosja me emrin tuaj, në mënyrë që kur do dikush që interesohet për krijimtarinë tuaj të vijë tek qendra e studimeve Këto do edhe mbeten të këtu. gjej burimin e duhur. Kjo është një thirrje për të gjithë artistët, në të vërtetë. Ne nuk kemi mundësi që të gjithë të ftojmë që të bëjnë lekcio magistrali siç ishte kjo juja, por ama dëshirojmë të jemi sa më të hapur, të krijojmë një network. Për këtë po ju anoncoj që tani që të enjtën tjetër me datën 16 ne do bëjmë një inaugurim të rithemelimit të qendrës studimit të arteve, këtu tek obori i akademisë, jeni gjithë të ftuar. Me këtë rast më lejoni t'i uroj edhe ditëlindjen një tjetër kompozitori që kemi këtu në sallë, Hajk Zarianit. Me këtë rast t'ja përsërisim ftesën që edhe ai në një kohë të afërt të jetë në këtë panel. Faleminderit profesor Buaraja.